Jeta brenda burgut më brutal të Rusisë. Thellë brenda Arktikut, më shumë se 1200 milje në veri të Moskës, ndodhet kampi më fatkeq i burgut të Rusisë, FK-13, i njohur gjithashtu si ujku polar. Vendasit e quajnë burgun fundi i botës, dhe nuk është e vështirë të kuptosh pse. I ndodhur pranë fshatit Karp, brenda rrethit Arktik, ujku polar është plotësisht i shkëputur nga bota e jashtme, duke bërë atë vendin e përsosur për dërguar të burgosurit më të rrezikshëm të Rusisë. Kampi i burgut është shtëpia e të gjitha llojeve të kriminalëve të dhunshëm që do të prisnit, vrasës, ajdut, spiun dhe tradhtar. Por ai strehon gjithashtu një klasë tjetër të veçantë të burgosurish, disidentët politik si Aleksej Navalny. Navalny është një nga kundërshtarët politik më të frikshëm të Putinit. Në vitin 2020, Putin u përpoq të almojë atë me një agent nervor vdekjeprurës, por Navalny mbijetoi. Kështu që Putinit i u desh të përdorë gjën tjetër më të mirë, të futej në burg Navalny me akuzat sajuara. Fillimisht, Navalny u mbajt në një burg afër Moskës, por më 5 dhjetor 2023, ai u zhduk pa lënë gjurmë. Navalny ishte ndjer i sëmur javën para se të zhdukej, kështu që kur avokatët dhe familja e tij papritma asumën kontaktet me të dhe burgu pretendoi se ai ishte vrarë, njerëzit supozuan më të keqen. Ose ai kishte vdekur nga sëmundja e tij, ose autoritetet ruse e kishin vrarë. Për 20 ditë, askush nuk e dinte se ku ishte Navalny, apo edhe nëse ishte gjallë. Por më pas, në 26 dhjetor, avokatët e Navalny zbuluan se më në fund e kishin gjetur atë në kampin e burgut të ujkut polar në rrethin Arktik. Navalny kishte kaluar pothuajse 3 javë duke u transportuar përmes një tranziti ndërlikuar në burgun më famkeq dhe më të largët në Rusi. Nëpërmjet avokatëve të tij, Navalny më në fund arriti të marrë një mesazh për ndjekësit e tij. Mos u shqetësoni për mua, unë jam mirë, jam jashtëzakonisht i lumtur që arrita më në fund këtu. Por nëse Navalny mendonte se kalimi 3 javë nga një burg rus në tjetrin ishte më i keqi, ata e priste një surprizë e keqe në ujku polar. Dihet shumë pak për këtë burg në fund të botës. Vetëm një pjesë e vogël e fotografive ekzistojnë në internet, dhe meqense edhe më pak të burgosurit ja dalin të gjallë, nuk është e lehtë të gjesh dikë me një ori të brendshme se si është. Por shumë pak ish të burgosur kanë dalë përpara, dhe ajo që ata kanë thënë për burgun e Arktikut është e tmerrshme. Sipas tyre, nëse temperaturat e ulta dhe abuzimi fizik nuk ju vrasin, tortura psikologjike dhe izolimi total do ju bëjë të dëshironi të jepni fund të gjithave vetë. Kjo është ajo që Aleksej Navalny duhet të pres me padurim. 20 vjet në ferin e Arktikut, i krijuar për të thyer çdo qelizë në qenien tuaj, ja si është brenda burgut më brutal të Rusisë. Ndoshta nuk do ju duhet kur të përjetoni tmerret e një burgu rus, por nëse ende po luftoni me një portofol të vjetër dhe të ngathët, është koha për të përmirësuar një portofol ekster. Ekster prodhon kuletat më të zgjuara atje. Bllokimin me rrëfit për të mbrojtur kartat tuaja për të qenë të skremuara, super të holla, ndërkohë që mbani ende mjaftueshëm karta dhe para, dhe me një gjurmues me energji diellore, që siguron që nuk do t'i humni kur. Gjurmuesi ju lejon t'i bini zile së portofolit tuaj nga telefoni dhe mund të dërgoni sinjalizime kur e lini pas. Ekster ofron deri 45% ulje për të festuar vitin e ri, kështu që mos e humbisni. Shikoni modelet e tyre të reja interesante sot. Aleksej Navalny është një nga kundërshtarët politik më të hapur të Putinit, që nga mesi i viteve 2000, Navalny ka akuzuar qeverinë ruse për korrupsion, të përhapur dhe mashtrim zgjedhor, diçka për cilën ai ndoshta ka 100% të drejtë, dhe ai është përballur me gjitha llojet e telasheve për këtë. Në vitin 2017, Navalny u sulmua 2 herë nga dikush që spërkati një kimikat të gjelbër të ndezur në fytyrën e tij. Kimikati shkaktoi djegje të rënda dhe Navalny humbi 80% të shikimin në syrin e djathtë. Por edhe atëherë, Navalny refuzoi të tërhiqej. Në korrik 2017, ai u arrestua dhe u mbajt në burg për 25 ditë për organizimin e një proteste të palishme. Në tetor të këtij viti, ai u dënua me 20 ditë burg për të njëjtën gjë. Pa pushim, Navalny refuzoi të eshte. Në vend të kësaj, ai akuzoi 10 biznese dhe oligarkë rus për korrupsion dhe përfundimisht u përball me vet Putinin
duke quajtur qeverinë e tij një parti mashtruesish dhe ajdutësh. Kjo ishte pika e fundit. Qeveria ruse nuk do ta linte qetësisht këtë aktivist me zemër të gjakosur t'i tërhiqte në përballë. Në gusht 2020, në një fluturim për në Moskë, Navalny paprit mas u sëmur rrezikshëm. Në kohën kur avioni bëri një ulje emergjente, Navalny ishte në koma dhe mjekët po luftonin për të shpëtuar jetën. Rezulton sa ishte elmuar me një agent nervor të shkallës ushtarake të quajtur Novichok, një nga elmet e shërbimeve të inteligjencës ruse për t'u marrë me kundërshtarët politik. Ende duke luftuar me efektet e elmit, Navalny u evakua në Gjermani për trajtim më të mirë dhe çuditërisht mbijetoi. Por edhe më befasuese ishte se pas vetëm 5 muaj shërim në Gjermani, Navalny mori vendimin për t'u kthyer në Rusi. Avioni i tij mezi ishte ulur, kur autoritetet ruse arrestuan për shkelje të kushteve të lirimit me kusht në lidhje me akuzat e mëparshme. Nuk ishte rëndësi që ai ishte larguar për arsye mjekësore ose se jeta e tij ishte në rrezik. Putini donte që Navalny të largohej përgjithmonë. Menjëherë pas arrestimit të tij, Navalny u dënua me 2 vjet e gjysmë burg, por kjo nuk mjaftoi për Putinin. Një vit më vonë, një gjykatë e shpalli atë fajtor për ekstremizëm dhe ia zgjati dënimin me 19 vjet të tjera. Mesazhi i Putinit ishte i qartë. Nëse dilni kundër meje, do të sigurohem që të mos e shihni më kurrë dritën e diellit. Pra, Navalny përballej me 20 vjet burg. Në fillim, ai u mbajt në një burg relativisht të sigurisë së ulët pranë Moskës. Edhe pse shpesh mbahej në izolim, të paktën ai mund të shihte avokatët e tij dhe të merrte letra rregullisht. Por kjo ishte një reati paksa e tepërt për Putinin. Mbajtja e tij në një burg të rregullt nuk ishte mjaft e keqe. Putini donte që Navalny të vuante. Ai donte që Navalny të ishte një shembull në mënyrë që të gjithë ta dinin se çfarë ndodh kur dilni nga linja. Në dhjetor 2023, Navalny u transferua fshehurazi në kampin e burgut Ujku Polar, kampi më i largët, më i frikshëm dhe më i fshehtë në të gjithë Rusinë. Dhe nëse mendoni se Ujku Polar është diçka si burgjet Supermax që kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të gabojeni fatkeqësisht. Në sistemin e burgjeve të Rusisë, kampet e burgjeve ose kolonitë e burgjeve si Ujku Polar qëndrojnë në majt piramidës, ndërsa burgjet e rregullta ruse strehojnë kriminal me jakt të bardhë dhe shkelës për herë të parë, kampet e burgjeve janë krijuar vetëm për më të këqij. Shumica e kampeve të burgjeve ruse e gjurmojnë historinë e tyre në kampet e punës së detyruar, ose gulagët të Bashkimit Sovjetik. Gulagët ishin mënyra e Josef Stalinit për të ndërshkuar njerëzit që e kundërshtonin, por kjo ishte vetëm gjysma e së vërtetës. Në realitet, gulagët ishin vetëm një burim i punës së lirë. Mendoni për këtë. Nëse jeni një diktator që dëshiron të ndërtojë perandorinë e kurudha dhe minjerat, nuk do ndërtohen vetë. Dhe ju me siguri nuk do t'i paguani njerëzit tuaj për të ndërtuar ato. Pra, çfarë bëni? Ju i detyroni ata të bëjnë punë me kampet e punës së detyruar. Kjo është arsye pse diktatorët në mbar botën përdorin kampet e punës së detyruar. Ata punojnë. Gjatë dekadave, miliona njerëz u burgosën në gulag në të gjithë Bashkimin Sovjetik, u detyruan në punë të rënda, u torturuan, u lanë pa bukë dhe shpesh u vranë. Kur mbaroi lufta e ftoktë, në vend që të shkatërronte gulagët, qeveria ruse thjesht i riemërtoi ato. Tani ato quhen koloni burgu. Qeveria ruse nuk do të hiqte dorë nga puna e detyruar. Pra, gulagët u riemëruan në kampe burgu si Ujku Polar. Sot ka më shumë se 700 nga këto kampe burgu të punës së detyruar në të gjithë Rusinë. E themeluar në vitin 1961, në vendin e ish gulagu të 51, të burgosurit e parë të Ujkut Polar u vunë në punë në minjera, duke ngarkuar rërë dhe zhavor për ndërtuar e kurudha. Nga fillimi i viteve 1970, Ujku Polar përbëhej nga disa bloqe qeli, një njësi mjekësore, një lavanderi, një pikë kontrolli, një shtëpi akulli dhe një ndërtesë për stafin e burgut. Në fillim të viteve 2000, kampi ishte rritur mjaftueshëm për strehuar rreth 1000 të burgosur. Dhe çfarë tjetër ka ndryshuar në 20 vitet e fundit? Askush nuk e di vërtet. Gjatë 20 viteve të fundit, i vetmi informacion i ri që doli nga burgu është se tani ka një bibliotek, një dyqan dhe një kish. Kjo është ajo. Kjo është gjithçka që dim dhe kjo është çështja. Si shtat drejtori i Fondacionit kundër korrupsionit të NAL,
Gjithçka që duhet të bëni është të shikoni artën dhe të mund të shihni se ky është burgu më verior dhe më i ashpër. Vetë vendodhja do të thotë se kushtet atje janë më të rëndat. Të shkosh në Khar nga Moska do thotë kalosh rreth 10 deri në 40 orë në një tren, nëse madje arrin të gjesh një që vrapon në fshat. Është pothuajse pamundur të shkosh në këtë koloni. Është pothuajse pamundur të dërgosh letra atje. Është niveli më i lartë i mundshëm i izolimit nga bota. Kjo është ajo për cilën bëhet fjalë, izolimi plot. Në fshehtësi, personat e përgjegjës mund t'i mbajnë të burgosurit në disa nga kushtet më të këqija në tokë. Meqense askush nuk e di se çfarë po ndodh në të vërtetë brenda, askush nuk mund të bëjë asgjë për të. Në vitin 2021, një burgosur i quajtur Sergej Isil u lirua nga spitali i burgut të Saratovit. Videot që ai zbuloi ishin tmerruese. Pamjet filluan të dalin nga brenda një prej burgjeve më famkeq të Rusisë. Videoja tregoi rojet dhe stafin e burgut duke torturuar dhe abuzuar me të burgosurit në mënyrat më të këqija që mund të imagjinohet. Këto video janë aq të dhunshme, por ajo që e bën në rastin e Serzhit kaq interesant është se, ndryshe nga kampi i burgut të ujkut polar, spitali i burgut të Katovit nuk gjendet diku në mes të Arktikut, shumë larg qytetërimit. Në fakt është vetëm 450 milje në veri të Moskës dhe është e rrethuar nga dhjetra qytete dhe qytete të mëdha. Nuk klasifikohet as si kamp burgu, është thjesht një burg i rregullt. Pra, nëse ky lloj abuzimi mund të ndodhë jashtë në një burg normal pranë një qyteti të madh, imagjinoni sa të këqija janë gjërat në ujkun polar, burgu ku askush nuk do t'i dëgjojë kur pritmat tuaja. Sipas stafit të Navalnit dhe një grusht të burgosurit që u liruan nga ujku polar, ja çfarë mund të presë Navalni. Sapo kaloni pragun, ata ju bëjnë ditur se jeni në purgator, ku nuk keni drejta dhe nuk ka kujt t'i ankoheni. Rrahje, poshtërime, goditje elektrike dhe mbajtja në një qeli të ftohtë, lakurish, me çantë ose me rroba veterinare. Por kjo nuk është akoma më e keqja. Ju mund të mbylleni në pozicionin e fetusit në një kuti ekuri, ku mezi merrni frymë dhe duhet të urinoni mbi veten tuaj. Ata kërcënojnë në mënyrë rutinore se do t'ju zënë kurth kur ju ngacmojnë. Siç thot një tjetër i burgosur, rrahjet janë realitet menjëherë pasi të burgosurit hyn në burg dhe është e pamundur t'i shmangesh. Sipas punonjësve të burgut, ata duhet të rihnin të burgosurit që në fillim, sepse të burgosurit duhet të kuptojnë që në minutat e para se ku përfundojnë. Në shumicën e rasteve, kërcënimi vazhdueshëm i rrahjeve dhe sulmeve funksionon. Për shembull, nëse refuzoni të shkruani nenin 106, sipas të cilit të burgosurit mund detyrohen të punojnë pa pagesë, ata ju çojnë në një banjë dhe ju zhveshin. Aty është një stol prej druri, të lidhni me pranga dhe të rajnë derisa të firmosësh. Por kjo nuk është e gjitha. Në dimër, të burgosurit mlidheshin me nxitim në obor me rroba të lehta. Sipas dëshmisë si një ish të burgosuri, ata ishin të mobilizuar fizikisht dhe nuk e u lejuan të duart trokasin apo të fërkojnë duart. Ata duhet të qëndronin për 30 ose 40 minuta pa lëvizur, kur ishte minus 45 gradë Celsius ose më ftohtë. Nëse një person lëvizte, i gjithë grupi mbushe me ujë. Në ujkun polar, ndëshkimi kolektiv është një standard. Nëse një burgosur sillet keq, të gjithë dënohen. Dhe edhe pasi bora shkrije dhe vjen vera, gjëra nuk bëhen më të lehta. Në pranverë ka një torturë të re, mushkonja dhe miza kafshuese. Nëse do të lëvizni dorën tuaj për të kapërcyer ujin, ata thjesht do të lanin të gjithë trupin me një top uji. Kampet e burgjeve janë aq të këqija sa që disa të burgosur preferojnë të marrin jetën e tyre sesa të transferohen atje. Këto histori janë vetëm copa dhe copa që kanë rëshqitur në për të çara gjatë viteve. Ka të ngjarje të burgosurit në ujkun polar të kalojnë shumë më keq. Ata thjesht kanë shumë frikë të flasin dhe të kthehen. Një ish i burgosur e përmbledh mirë. Ka një rrugë atje, në të dy anët e secilës ka një varrezë. Lexoni fjalën krap, emrin e fshatit në të kundërt, dhe do të kuptoni se në çfarë i kthejnë njerëzit. Në rusisht, fjala do të thotë plur. Unë nuk do ta uroja atë armikut tim më të keq. Edhe pse Navalni nuk është një kriminal i dhunshëm, ai ndoshta do të përballet me të njëjtin trajtim si gjithë të tjerët. Navalni do të mbahet për të paktën një vit në një qeli me një zonë të vogël stërvitje, nga e cila nuk mund të shihet as qielli, tha një nga anëtarët e stafit të tij. Dhe edhe nëse ai arrin të mbajë veten gjallë, do të ishte shumë e vështirë për të që të vazhdonte të kundërshtonte Putinin nga kjo qeli e burgut arktik. Përpara se të mërinte Navalni, i vetmi komunikim midis burgut dhe pjesës tjetër të botës
ishte nëpërmjet të shërbimit qelive të sistemit rus të burgjeve, Zona Telekom, ose duhet dërgojë letra përmes shërbimit të rregullt postar të Rusisë. Por meqense burgu është kaq larg qytetërimit, letrat rralla arrin në kohë ose në adresën e duhur. Por në një rast tjetër të çuditshëm, por jo befasues, shërbimi qelisë së burgut u mbyll në të njëjtën ditë kur erdhi Navalny. Pra, për momentin, duket se Putini ka fituar. Kritiku i tij numër 1 më në fund është heshtur. Tani, megjithëse qeveria amerikane fatmirësisht nuk është kaq e keqe, qeveria amerikane ende nuk ka frikë të mbulojë edhe rrobat e tyre të pista. Thjesht i dini një sy asaj, që ky është detektivi LAPD-s, kishte për të thënë përcia në vitin 1996. Unë do t'ju them, drejtor Deutsch, si një ish detektiv narkotikësh i policisë së Los Angelesit, se agjencia ka shpërndar drogën në gjithë vendin për një kohë të gjatë. Drejtor Deutsch, unë do të referoj në 3 operacionet agjencisë specifike të njohura si Amadeus, Pegasus dhe Kulla e Rojës. Kam dokumentet Kullës së Rojës të redaktuara shumë nga agjencia. Unë personalisht u ekspozova ndaj CIA-s, i cili më rishikoi operacionet e CIA-s. Në 70-ën, për të përfshirë në mbrojtjen e operacioneve të drogës në këtë vend, unë jam përpjekur ta nxjerr këtë për 18 vjet dhe kam prova për ju, zotëri. Nëse gjatë hetimeve të IG-s dhe punës së Fredit, le të flas atë të vërtetën e klasifikuar, do t'ju tregoj juve. Po, ai akuzoi se janë për trafik droge në rrugët e Amerikës. Por a ka ndonjë të vërtetë për këtë? A do t'i bënte CIA vërtet qëllimisht amerikanët të varur nga kokaina? E po, ne shikuam dhe si doli, po, ka një mal të tërë prova. Operacionet e CIA-s të vërtet për trafikimin e drogës. Në fakt, kjo është ajo që Chris Milligan, një shkrimtar dhe djali një oficerit të CIA-s, i cili ka kaluar vite duke hetuar lidhjen midis CIA-s dhe trafikut të drogës, duhet të thoshte për këtë. A mendoj se CIA ende trafikon drogë sot? Po, unë po. Por mendoj se ka edhe më shumë më tepër njerëz që trafikojnë drogë. Shumica e çdo agjencie inteligjente, dhe ne i ekspozojmë të gjitha në dokumentarin tonë të ri privat, që mund ta shikoni tani duke klikuar kartën në ekran. Kjo është pjesa e antarësimit tonë në YouTube, ku ne postojmë vetëm dokumentarë më të diskutueshëm për të postuar shumë spion. Këto janë video që nuk do t'i shihni kur të postuar askund tjetër, dhe do t'ju pëlqejë kjo për trafikun e drogës së CIA-s. Prandaj klikoni kartën në ekran për të parë tani dhe si gjithmonë qëndroni të rrezikshëm.